Ka filluar, po vazhdon e duket se do të mbaroj me tensione të mëdha. Bëhet fjalë për edicionin apo sezonën e 4 të Big Brother VIP Albania. Një prime si ai të martës, flak fara. Mund ke 1-2 qime. Po sa më të shpifur jetë. U fillua dhe u mbarua me tension. Ishte prezantuesi Big Brother VIP Albania, i cili sapo filloi spektakli, yjeve mirëmbrëma nuk ju tha nga studio, ama ju hyri në shtëpi. Hey yje. Të gjithë mbetën të habitur derisa fytyra e tij nuk ishte e qeshur si zakonisht, gjë që simbolizoi diçka pak të këndshme. Dhe po ashtu doli të jetë. Gjibani u detyrua që në urgjencë ta linte garën nga se babai i tij nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Familja jote na ka informuar që babai yt është gjendur keq edhe ka shkuar në spital. Edhe mami me vllajin më pas na thanë që ka kaluar një ishemi cerebrale. Aq e pabesueshme ishte si histori sa u duk sikur produksioni i skenoi gjithë këtë situatë që ta shpëtonte tashmë ish banorin edhe nga një zarr fizik. Është rrend më nxehtë. Është rrend më nxehtë. Nga se sjelljet i pati totalisht të njëjta, pra as pak reflektime ndryshim. Vëllai i madh ka përjashtuar menjëherë nga gara Gjibanin. Nga kjo dalje e papritur, televotimi u anulua, pra askush nuk dole. Dinamikat ishin të shumta, duke filluar nga raporti shumë përfolur në mes Lajërtit dhe Rozanës. Kjo është loja, lakuriq para botës. Kjo e fundit doli bluff. Në fillim tha kolegun e kam takuar vetëm një herë, pastaj 2 e më pas dolën dhe takime të tjera. Pra thënë më shkurt që dyshja kanë bërë strategji me njëri tjetrin, e kjo gjë nuk u mirëprit as nga opinionistja kësaj sezone Neda Balluku. Ajo kritikoi ashpër Radin e madje kaluan dhe në personale. Unë mendoj që ju të dy jeni dy lojtarët më hileqarë të këtij edicioni. Mendoj që dëshironi të shkoni në finale në kurriz të banorëve që luajnë pastër, që luajnë vetëm. Një tjetër telenovel brenda shtëpisë është dhe lidhja tashmë ndarja Loredanës dhe Joset. Ky fundit duke qartë që gjithçka e pati loj. Në përcepat të shtëpisë bënte thashëthëme duke ngacmuar Olën, e thënë se po i pëlqen. Ka qena vajzë mirë, duket sa vajzë mirë Ola. Sa i bën një hap, jam shumë e gatshme për t'ia fut brapet. Në këtë mes, Lori ishte viktime e cila fatkeqësisht duhet e vetme t'i bëj ballë gjithë situatave, në disa momente shihet edhe duke qarë. Në anën tjetër, Ola nuk është as pak pishman, bile krenohej se po i pëlqen Jozi, duke u bërë personi i tretë në një lidhje. E kur hyni treti, pedini ju vetë. Pasi shtëpia ra në qetësi, nishani Eglit shkatroi gjithçka, çdo raport të mirë të mundshëm që ishte krijuar mes banorëve. Gjesti? Jo, s'kam as një fjalë. E pa çfarë fola, kështu që s'kam as një fjalë. Të gjithë ishin kundër reagimit as pak të hishëm që Gjesti bëri në momentin që e pa nishanin e Eglit. Aktro dhe këtu në para. A mund ta thuash ti të gosë kur i bën këtë gjë që i bëre tani? Dhe i thot gjërat ashtu. Debati përshkalloi dhe nëse keni qenë të vëmendshëm në një moment, Besartit i shpëtoi fjalia, nuk du të flas se e dini ju produksion. Iku direkt në tualet midis spektaklit dhe në atë moment Ledioni kërkoi publicitet. Ka publicitet, rikthehemi. Duket se tensioni në shtëpi vazhdoi deri në fund kur Izarta si lidere përfitoi nga avantazhi për ta shpëtuar veten dhe Kellin e Mikelën, duke rrezikuar që pjesa tjetër e banorëve të ishin në televotim. Çfarë po ndodh? Okej, një moment.
Ka zarfet e kutisë. Fare në fund, gjesti e bëri Prime-in edhe më interesant, duke thyer kutinë e emergjencës e shpëtuar vetën nga nominimi, që kështu edhe treshja e shpëtuar nga Rizarta bie poshtë. Ti mund të zëvendësosh veten me 3 banorë të tjerë, emrat e të cilëve në televotim me përjashtim të gjestit. E nga ky nominim rrezikon vet ajo, Mikela dhe Kelly, një veprim i mençur ky apo jo. Najse këto e dëshmoni ju që jeni shikues besnik të këtyre formateve, që me raste po din të luajnë edhe me psikologjinë e njerëzve. Situata agravoi me njëherë pas parimit të spektaklit, ku i gjithë produksioni mbetën të shtangur, e pastaj duke manipuluar si zakonisht me publikun. Po e nisim nga fillimi, Rozana i bën të presion gjestit, duke akuzuar se po e injoron keq Eglin, e bëri të ndihej e pa dobishme, e madje në faj pse në trup e ka një nishan, që në fund të fundit shumë zhun për asgjë. Ama kjo nuk ishte tëra, gjesti e pati një moment që sa hap e mbyll syt ju bë viral. Për më shumë shikoni e gjykojeni ju vetë. Quanto cazzo vuoi? Che sorridi? Che sorridi? Skam! Skam o vlo! Po mirë pse nervozohesh, Gjest? Mund t'ja thoshe me llafe qeta. Që skam. Vlen të përmendet fakti që Egli ka teksuar që përdor hapa qetësimi, e dhanja për këtë gjë shtoi se bashkëbanuesi i saj ka nevojë për ndihmë speciale, duke ju referuar psikologut. Bukuroshja është bërë si një dhomë rrëfimi, sepse të gjithë hallet shkojnë i çajnë tek ajo. Derisa Danja po e qetëson Eglin, Joze Valbona po diskutojnë me Gjestin për gjithë këtë situatë, e sigurisht ai është munduar të justifikojë sjelljen që e bëri me Takon. Se çka do të ndodh në vazhdimsi me këtë telenovel interesante, mbetet të kuptohet në episodin e radhës. U kur heq pas një sen, po, qato vëlla? Qashtu që, po në qatë mënyrë nuk më pëlqej më vëlla.